Kjo është dëshmi e prekshme, e pamohueshme, që Partinë Demokratike të Kosovës rinia asnjëherë s'ka qenë, as nuk është dekor. 220 histori suksesi, 220 rrugë drejt ndryshimit, 220 dëshmi se rinia e Partisë Demokratike të Kosovës është forca që do ta bëjë Kosovën më mirë. Krenaria jonë si Parti Demokratike e Kosovës nuk qëndron vetëm tek numrat. Krenaria jonë qëndron edhe tek emrat. Sot, në këto zgjedhje lokale, Partia Demokratike e Kosovës nga mesi i Rinisë Demokratike të Kosovës ka nxjerrë më shumë të kandidat për kryetar të komunash. Jonan Kamenic, Petritin Drenas, Arianin Mitrovic, Dardanin Suharek, Garipin Shtërpc, Ervinin Gjakov, Jetmirin Dershan, Orkan Pej. Po thuaj se gjysma e krejt kandidatëve tonë janë ish aktivist Rinisë Demokratike të Kosovës. Të gjithë tri, të gjithë me energji dhe të gjithë me vizion. Kjo është dëshmi e prekshme, e pamohueshme, që Partinë Demokratike të Kosovës rinia asnjëherë s'ka qenë, as nuk është dekor, por është vërtet strukturë vendimorse dhe përfaqësuese. 220 të rinj në garë, të gjithë nën moshën 30 vjeçare. Ky është momenti që dëshmon guximin e rinison dhe gatishmërinë për të kontribuar drejt për drejt në të ardhmen e komunave tona. Secili prej tyre është garanci që zëri i rinisë do dëgjohet në çdo komunë. 220 histori suksesi, 220 rrugë drejt ndryshimit, 220 dëshmi se rinia e Partisë Demokratike të Kosovës është forca që do ta bëjë Kosovën më mirë.